Top Albania Radio, she's on air. Jemi rikthyer, jemi live në Top Albania Radio në 100 FM dhe në kanalin 10 në digital. Ne vazhdojmë të kemi në mesin tonë Armela Bukuroshen, që po na jep disa detaje nga që nuk më rri që është e më qosh. Po, patjetër, po na jep disa detaje të bukura nga Top Arena. Dhe ne e lam tek situata më fani që keni pasur nga mbledhjet. Më trego diçka. Tani, nga mbledhjet ju a thash, nuk i tregoj dot, ose doni të mishni nga puna, po ju a them, mi bishëm doni të keqen. Mirë, okay, ne tham diçka që mund ta nxjerrësh. Diçka që mund ta nxjerr, kemi qenë të bashkë, madje të guximshmit, nëse e mban mend. Te Kalaja e Drishtit kemi qenë. Kemi ngjitur Kalan në këmbë, ka qenë pingull, prandaj quhemi të guximshëm aty. Edhe kur jemi ngjitur sipër sa u mblodhëm, i drejtohem grupit dhe i thash, nuk që kam ndier ndonjëherë më dhi se sa sot. Sepse vetëm dhja mund ta ngjisim anin pingull, prandaj edhe ishte shumë fani se kemi qenë. Dëgjoj, me që ram tek eksperienca që ke kaluar me të guximshit, është të merr të shkosh me Armelën në stadium. Unë e kam provuar. O zoti ma sa ngacmojnë ata djem, sa ngacmojnë ata djem. Tash mësohesh. Unë kam pasur vetëm një eksperiencë, por ti ke pasur pra me ty që kam qenë bashkë me ty, por ti ke kaluar shumë eksperienca të tjera në stadium. Na trego pak tani. Si është puna e kësaj, se ajo ka qenë fillimi, edhe normalisht sa më kishin parë edhe pak në Big, edhe ishin këto ngacmimet. E mban mend atë me trëndafilit. E mbaj mend. Por tani ja kam mësuar ta menaxhoj më mirë situatën, sigurisht. Tani më bër shok. Nuk më ngacmon më njëri. Edhe nëse më ngacmon gjithmonë brenda limiteve. Thoj në një Armela ylli, Armela sa e bukur. Më bëj ndonjë zemër. Këto janë gjëra shumë të bukura, është okay. Po, këto janë gjëra shumë të bukura, faleminderit. Tash të ngacmoj më shumë djemtë e futbollit apo jo detyrimisht vetëm ata të futbollit? Vdesha unë që pranova të vija këtu sot, o zoti i madh. Atë se s'ka më gjë. Do të them një sekret, nuk e di as manushi madje. Herën e fundit që isha, jo një herën e fundit, një nga herët e fundit që isha në stadium, më shkrua një nga futbollistët që po shikonte ndeshjen për veta. Tha, do ta jap shtëpinë ty. I thash unë, hidhi Chelsea, të mamu i ka me vete, hidhi. Imagjino do me thënë ku ka arritur Stelina. I morë së fundim Chelsea apo? Po jo. Kush? Okej. Kam qenë atë shtëpisë. Nuk e ka dashur, nuk e nevojitesh. Jo për nevojë me, se janë vetëm për nevojë. Nëse një mashkull të vet ofrohet këtë, o bëje, mos e thuaj. Janë nga ata që flasin, po nuk fjalë shumë po. Jo, jam dakord. Nuk kam dakord. Sa lën klubi. Nuk ka dhënë për Chelsea. Nuk do ishim të keqar për këtë periudhën e princeshave, okay? Tash s'është problemi me Don Chelsea, problemi është me shkuke Dontere me Fermos me bota mam. Ai Po fali se hyra në profesion, po fali. Ka të fjalë burri, ja kupton. A ka ndodhur ndonjëherë të marrësh një mesazh nga një futbollist dhe të ketë bërë për të qeshur? Po ja, kjo e Chelsea ishte shumë fani ishte. Po ne presim të tjera, më duhet të kesh pafund, se në botën e futbollit vërtet ka nusja ime, unë do vi do të gjej, me kë flisket, shikonin këto deklaratat që jo më shkruaj ti më bëri, se edhe Manushi ka i çik qef na ngacmoj me këto gjërat, edhe ky direkt kush është ai që të ka shkruar ty? Jo kështu, si mos qeshun, ç'është kjo pyetje, pse më pyeti mua kush më shkruan mua? Tani në përgjithësi gosat me thënë drejtën vdesin një çik për çunat për futbollista. Nuk e di se ç'kan krijuar një imazh kur i thua futbollist të tërhiqen shumë. Ti duke u futur dhe më shumë në këtë botën e futbollit, a e ke kuptuar ti çfarë i bën këta futbollistat kaq tërheqës për gosat e reja? Po, mi se kanë një lloj aure brenda në. Po e pyet si e shikon Armela. Kam përshtypjen që ndoshta nuk e sheh atë aurën. Është thjesht pozicionin që kanë në shoqëri. Janë pozitive. E para. Bravo çun. Dhe e dyta, do të thënë nisen nga kjo gjëja vajzat. Pastaj nëse një tjetri nuk ka të bëjë as futbollista, po çfarë është, duhet të njohësh personin. Po kam përshtypjen që nëse është diçka që i bën hype, është pikërisht për pozicionin që kanë në shoqëri. Armela, më kujtohet një diskutim që kemi pasur tek të Guximshmit në stadium. Po, kam qenë shumë pro kësaj gjëse. Atë do thoja, që ti ke qenë, po tani më vjen oferta jo për shtëpia, jo. Nëse ju nuk e dini, unë dhe Armela kemi pasur një debat të vogël, sepse Armela ishte shumë pro bashkëshortit futbollist, ndërkohë që unë nuk isha pro. Tani pyetja ime është, a vazhdon ti të jesh pro apo jo, po pse të paska ndruar mendja?
Nuk mund të them që jam pro apo kundër, momentin që thashë nuk ka të bëj fare se çfarë është. Por duke parë se sa tallakatur janë dhe nuk po përqendrohen shumë në lojë, Stili jetesës, stili jetesës okay. kam përshtypjen. Do të thënë, unë do doja të isha me një futbollist që e ka disiplinën e futbollit. Kupton? Kjo po më shokon, pas kam duar mendje komplet, atëherë kemi bërë. Jo, di pse se ka të bëj shumë, fakti ka diskutinë dhe a luan mirë, investimi që ti bën tek ajo. Disiplinë, çfarë ka ndodhur me këto djem? Sa po ta thash pra ka ndryshuar. Çfarë ka ndryshuar? Janë tallakatur, janë bërë shumë hype, janë nuk janë më me këmbë në tokë. E di unë çfarë ka ndryshuar, ke filluar shkon ti nëpër stadiume. Po, te këto 2 fundit që ka shkuar Francesca që kemi humbur kush e ka thaj. Unë të e dyta shkova. A mirë, në gjithë ato mesazhe që ty të vinë patjetër dhe për gjithë ata çunat që janë aty jashtë akoma dhe nuk ta kanë çuar akoma një mesazh. Çfarë energjie, çfarë esence duhet përmbaj ai mesazh i parë për të mos u lëndësim nga ti? Për mua ka të bëjë shumë ai mesazh i parë, sepse nëse nuk më pëlqen, nuk më dukesh interesant, nuk do të kthej më përgjigje. Edhe më mirë ti jesh vetvetja, edhe mirë edhe keq, më mirë vetvetja, mos ma humb kohën as mua as vetes. Unë them ti lë mesazhet se po humbim kohë. Tani i ke parë futbollistët dhe nga afër, jo nga këto vajzat që i shohin vetëm nga ekrani. Kush nga futbollistët është më tërheqësi? Jebi Armela. Jebi Armela. Ti si është puna më të mirë arbitrat. Atëherë na thuaj arbitin më tërheqës. Ta thash tani një gjë, mos është ty. Po mirë, ndonjë futbollist të preferuar, jo vetëm nga pamja, po Mund të loja, jo Mund të themi këtu, po patjetër, që më pëlqen se sa Po si mi na shkon te tuaj dhe na lësh shqiptarët kështu disiplinë motor me gust, Mirë, në aspekt profesional, ndoshta jo në paraqitje. Po pra, te kjo po shkojam, po e zbusja i çik. Në aspekt profesional, për shembull, po të shikoje lojën e fundit të kombëtares me Luksemburgu. Në aspekt profesional Mita ishte mirë, Gjimshiti ishte mirë, Hysa ishte mirë. Këta janë nuk mund të të them për Mirë, 3 besoj. Mund të jap një tuaj dhe është Olise, kaq. Të më thos do mërzite shumë edhe po fitoj Franca me këtë që the. Shiko ke futbollin ti. Nice. Se shikoj. Që nuk do qaja apo mos fiton te Spanja, nuk ta garantoj, por do mboj çefin që ta këndogzoj Olise. Armela, a ka ndodhur që ndonjë nga futbollistët të jetë fiksuar keq pas teje? Po. Na trego, emri nuk do na i thuash, po na tregon ndonjë detaj, si Po ju thashë më shkruante non stop, përveç se më ka shkruar mua, i shkruante shoqes time, ore unë do martohem, ajo është nusja ime, o do jem patjetër me atë, ka qenë një përndjekje shumë e gjatë, pikërisht ky personi, jo po kush është ky që të ka shkruar ty. Atëherë, na trego si e hoqë qafe ti këtë që ishte fiksuar mbas teje. Po nuk ka ndonjë gjë, thjesht nuk i kthem përgjigje. Ghosting. Futbollistët dorëzohen kaq shkollaj? Aty është, po mjafton që unë i kam bërë ghosting dhe ai nuk është më pjesë e jetës time, ai le të shkruaj, problemet janë të atij, nuk janë. Po mirë, ti mendon se futbollistët janë më romantik apo më egoist? Egoist, kam përshtypjen, po në përgjithësi, po ka edhe romantik. Me këtë përgjigje, Cristiano Ronaldo si i dashur, si partner, kupton, dhe nuk mund të them që janë gjithë si Cristiano apo janë gjithë. Unë mendoj që kjo pjesë që sapo folëm me Armelën thjesht më ka përforcuar mendimin që futbollistët nuk janë bashkëshorti perfekt. Kështu që ne do ta bëjmë një shkëputje publicitare. Nuk ka të bëjë ai futbollist, ka të bëjë me njeriu. Do ta bëjmë një shkëputje publicitare se pas ke ndruar edhe ti shumë mendje, të shohim se mos e ndron edhe një herë në pjesën tjetër. Rikthehemi pas pak përsëri me Armelën.